Ndero familjen tënde, sepse ata janë krahët e tu me të cilët fluturon, origjina ku kthehesh dhe dora jote me të cilën sulmon armikun. Kjo thënie e Imam Aliut thekson rëndësinë e nderimit dhe vlerësimit të familjes. Imam Aliu i këshillon muslimanët që të nderojnë anëtarët e familjes së tyre, meqense ato janë mjetet me të cilat lartësohen dhe arrin sukses në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Fjala e parë për të hulumtuar është familja juaj, që i referohet të afërmve dhe të afërmve të dikujt. Në Islam, koncepti i familjes ka një rëndësi të madhe dhe mbajtja e lidhjeve të forta familjare inkurajohet shumë. Allahu në surën Nisa ajetit 36 thotë: "Dhe adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë, bëni mirë prindërve, të afërmve, jetimve, nevojtarve, fëmijët të afërt, fëmijët më të largët, shokut tuaj pranë, udhëtarit dhe atyre që keni në dorë. Vërtet, Allahu nuk i do ata që krenohen dhe mburren." Imam Aliu më pas e përshkruan familjen si krahët e tu, duke theksuar rolin e tyre në aftësimin e dikujt për të ngritur dhe fluturuar. Ashtu si krahët u ofrojnë zogjve aftësitë për të fluturuar dhe për të arritur lartësi të mëdha, familjet tona na ofrojnë mbështetje, dashuri dhe udhëzim. Ata janë burimi ynë i forcës dhe mbrojtjes. Allahu në surën Rum, ajeti 21, thotë: "Dhe prej argumenteve të tij është se prej jush krijoi për ju bashkëshort që të gjeni prehje pranë tyre dhe ai vendosi mes jush dashuri dhe mëshirë." Vërtet, në këtë ka argument për njerëzit që mendojnë. Faza tjetër, origjina, thekson lidhjen e rrënjosur thellë që kemi me familjet tona. Familjet tona janë themeli, rrënjët dhe trashëgimia jonë. Ato na japin një ndjenjë identiteti dhe përkatësie, ashtu si një pemë merr ushqim nga rrënjët e saj, ne marrim forcë dhe udhëzim nga familjet tona. Allahu thot në surën Nisa ajeti 1: "O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një shpirti dhe prej tij krijoi shoqen e tij, dhe prej tyre shpërndau shumë burra dhe gra, dhe kini frikë Allahun, që me emrin e tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se Allahu është mbikëqyrës mbi ju." Së fundmi, Imam Aliu përmend dora jote, duke simbolizuar forcën dhe fuqinë që vjen nga familjet tona. Familjet tona janë sistemi ynë mbështetës, gjithmonë aty për të dhënë një dorë ndihme në kohë nevoje. Ata janë aleatët dhe shoqëruesit tanë përballë sfidave. Allahu thot në surën Ali Imran, ajeti 103: "Edhe të gjithë së bashku kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani, dhe përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush, kur ishit armiq, dhe ai i bashkoi zemrat tuaja, dhe me dhuntinë e tij u bët vëllezër. Edhe ti ishe në buzë të gropës së zjarrit, dhe ai të shpëtoi prej tij. Kështu Allahu ju asqaron ajetet e veta që të jeni të udhëzuar." Duke u thelluar mbi këtë thënie, kuptojmë se nderimi dhe vlerësimi i familjeve tona nuk është vetëm detyrë, por edhe mjet për të arritur sukses dhe begati. Duke mbajtur lidhje të forta familjare, ne jemi në gjendje të lundrojmë nëpër sfidat e jetës, të gjejmë qetësinë dhe të nxjerrim forcë nga rrënjët tona. Familjet tona janë sistemi ynë mbështetës, krahët dhe duart tona që na mundësojnë të fluturojmë lart dhe të arrijmë madhështinë. Allahu na bekoft të gjithëve me aftësinë për të nderuar dhe vlerësuar familjet tona dhe na dhënë sukses në këtë botë dhe në botën tjetër.